Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar e lavdrojmë, i quajmë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, javën e kaluar kemi folur për personalitetin e Ebu Bekrit, Allahu qoftë i kënaqur me të, për vlerat e tij, afërsinë e tij me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe për faktin se si u bë ai khalif i muslimanëve. Pra, nuk kishte në pyetje fare ambicia për pushtet apo për me arrit pozit asesi. Përkundrazi e kemi pa që nuk ka pas kurfar interesi, po synimi i tij pej fillimit deri në fund ka qenë mos mu përqa muslimanët edhe mos me qenë rrethana e zgjedhjes së udhëhesit të muslimanëve shkak që njerëzit me pas sahabët posaçërisht me pas ndërmjet vetin gatresa. Gjithashtu e kemi pas sa më shumë që të lexojmë për historinë dhe personalitetin e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, atëherë e kuptojmë gjithashtu se vërtet ka qenë një njeri i jashtëzakonshëm dhe një njeri që prap me plot bindje themi që ka qenë më meritori me e pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në udhëheqje. Pse është me meritori, kemi thënë për arsye se vërtet vlerat e këtij njeriu kanë qenë shumë të jashtëzakonshme edhe të pranuara edhe tek vetë sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, disa prej të cilave i kemi përmend edhe javën e kaluar. Sot me lejen e Allahut do të flasim për disa prej dyshimeve që ngriten në përgjithësi nga disa sekte, me thonë kushtimisht, apo grupacione, të cilët tentojnë me e ul personalitetin e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, po gjithashtu edhe me e akuzu sikurse me e paraqit që ja ka rëmby khilafetin kujt? Aliut radiallahu ta'ala anhu. Dhe kjo është ajo tendenca që mundohet të servohet edhe të propagandohet nga këta njerëz. Neve do të mundohemi ti përmendim ato gjëra që ata i theksojnë apo i paraqesin në lidhje edhe me karakterin e personalitetin e këtij njeriu, po gjithashtu edhe me zgjedhjen e tij si khalife muslimanëve. Për arsye se shpeshherë problemi jonë nuk është vetëm interpretimi i historisë, por tentativa për me rrëzu figurën e këtij personaliteti, Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Prandaj, kemi thonë edhe pse dihet qartë dhe ka pas një lloj unanimiteti edhe tek sahabët në përgjithësi që Ebu Bekri ka qenë shoku më i afërt i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Khalil, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë pra në hutbën e fundit para se me ndru jetë, ka thonë po ta merrja dikon për mik, për dost, për njeri më të fortë, më të afërtin, po të ishte lejuar, atëherë do ta merrja Ebu Bekrin, që tregon afërsinë që ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me këtë njeri. Pastaj gjithashtu e kemi përmend se si ai pa hezitim e ka besu Isran e Mirajin, përderisa në zemrat e shumë besimtarëve ende nuk ishte e qartë se çfarë ka ndodhur edhe për çfarë po flet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ai ishte për të cilën edhe ka zbrit ajeti në surën At-Tauba, thani ethnein, i dyti prej dy vetëve që kemi përmendur dhe kemi sqaruar javën e kaluar, edhe kemi theksuar që vet Aliu radiallahu ta'ala anhu thotë që Allah i madhreshëm të gjithë neve sahabëve na ka qortu përveç Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Edhe atë që i thot inna Allaha ma'ana, pra la tahzan inna Allaha ma'ana, mos ke frikë që Allah është me ne, pra e ka veçu Ebu Bekrin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me këtë ngushëllim. Pastaj ishte edhe ai që vërtet sahabët unanimisht kanë dëshmuar që ka qenë më i miri mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe e shohim vetë në praktikën e tij, këto i kemi përmendur, veç po duam e bë një rezume,
e kemi përmenë se si në shumicën e rasteve kur sahabët posaçërisht mas ndrrimit të jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë rënë në mos pajtim ose s'kan ditë cila është më e drejtë, Ebu Bekri ka qenë ai i cili e ka vendosur dhe e ka zgjedh atë çka do të duhej apo ishte më e drejtë me e praktiku edhe me vepru musliman, sikurse që ishte ku me varros, pastaj për vdekjen e tij ka pas dyshime, domthonë nuk e kanë besu ende, për ata të cilët ndalun me dhënë zakatin e kështu me radhë. Me gjithë këto përparësi edhe gjëra faktike, historike të cilat i kemi përmend javën e kaluar, edhe shumë prej tyre ta keni parasysh nuk i kemi përmend, për arsye se nëse ndalemi edhe flasim për karakterin e Abu Bekrit edhe të mirat, edhe ajo çfarë flitet edhe është përmend, duhet jo vetëm një ligjërat, një ders sikurse javën e kaluar, po duhet disa derse për me i përmbyll të gjitha ato. Mirë, po ne jemi mundu me i zgjedh ato ma të rëndësishme dhe që ndërlidhen me natyrën e shpjegimit të cilën jemi duke bë tutje, por sot pra do të flasim për këto dyshime edhe për këto kundërshtime thonë që ja kanë bë këtij personaliteti dhe këtij njeriu, po me kon qartë nuk do të flasim me emocione, nuk do të bëjmë polemik vetëm sa për të folur apo për të kundërshtuar të tjerët dhe ata të cilët e kanë kundërshtuar Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu, por do të mundohemi t'i trajtojmë ato pika dhe ato gjëra që ata i kanë ngrit edhe i kanë trajtuar se me thon kushtimisht si argumente të tyre për me e vërtetuar që Ebu Bekri ka qenë uzurpator i khilafetit të Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Por ndoshta para se me u fut në pika, është e rëndësishme ta bëjmë edhe një sqarim, për arsye se ndoshta në rrethana normale të shpjegimeve, ndoshta nuk do të ishte nevojshme me i bë këto shpjegime që do t'i bëjmë në këtë ders, në rrethana në situata normale. Për arsye se shumica këtyre dyshimeve nuk kanë ndonjë vlerë që duhet me i përmend apo me i diskutu apo me i shtjellu në mesin tonë. Edhe kështu kanë vepruar edhe ulemat në përgjithësi. Mirë po, fatkeqësisht tash jetojmë në kohën e internetit edhe ardhja deri te informacioni është vetëm një buton apo një pull me shtyp në telefon edhe po të vinë informacione nga më të ndryshme. Po fatkeqësisht po vinë edhe ato që nuk janë të drejta edhe shumë prej gjërave që ndërlidhen me këto dyshime edhe me këto akuza. Prandaj posaçërisht ata djem të ri tek ne që ndoshta edhe dëgjojnë edhe në gjuhën arabe, në gjuhën angleze ligjërata apo edhe video të shkurta në YouTube apo nëpër mjete sociale në përgjithësi, po kanë mundësinë me i dëgju këto narrativa, këto keq interpretime dhe polemika për pak minuta. Prandaj edhe këto e kumpo unë të arsyeshme me i diskutu dhe me i trajtu, për arsye se njeriu ka nevojë me kriju një lloj imuniteti që edhe nëse dëgjon diçka, që ato dyshime mos me flajt në zemrën tonë apo në zemrën e të rinjve në përgjithësi, për arsye se vërtet nëse njeriu nuk ka dije të mjaftueshme dhe njohuri të mjaftueshme, atëherë një dyshim i cili mundet me i ardh, atëherë mundet me lënë gjurmë në zemrën e tij. Do ta përmendni vetëm një shembull të thjeshtë që mundet mu personalisht më ka ndodhur, po besoj që edhe juve ju ka ndodhur, për shembull nëse një person që se njeh fare, edhe përmendet nga dikush edhe përmendet për të keq. Automatikisht ti e merr çat opinion në lidhje me çat person. Edhe tash ka mundësi ti ndoshta takohesh me ta, ki punë, ki bisedë, ai ndoshta nuk është ashtu, mirë po është perceptim që e ka bë ai i cili ta ka pru atë informacion. Mirë po tek ti kjo në zën vend shumë, për arsye se informacion është që tek ti ka zën vend para se të kuptosh apo dish diçka rreth tij. E tash për me largu këtë dyshim duhet një kohë të gjatë me jetu, me pas përvojë me të, pastaj me thonë jo, Allah s'të ka qenë çashtu çush më ka thonë para një kohë filani apo tjetri. Kështu ndodh edhe me njeriu, nëse nuk e ke njoft ashtu si duhet,
edhe pastaj edhe nuk kupton se çfarë po pretendohet, edhe mundesh me dëgju në një situatë apo në një rrethon diçka, një interpretim edhe narrativ caktuar karshi Ebu Bekrit, edhe për ty është diçka e re, atëherë kjo kurioziteti ndoshta të bën me dëgju prej tij. Po pastaj ky kuriozitet kalon në hutim tek ti, pastaj prej hutimit nxen vend në zemrën tënde, edhe mundet me lën do thot gjurmë. E kështu që nëse ti e kupton realitetin se kush ka qenë Ebu Bekri, edhe e kupton në fund të përgjithshme cilat janë ato vërejtjet që pretendohet që i bëhen Ebu Bekri radhiyallahu anhu, i din ato dhe i kupton përgjigjen rreth tyre, atëherë çfarë do me që dëgjon nëpër internet apo të vjen nga dikush, atëherë tek ti është shumë qartë edhe ke kriju atë imunizimin, me thonë që mos mu ndiku nga këto dyshime edhe nga këto gjëra që mundet një trime e hutu në përgjithësi. Po e përmbylli këtë me një thanje të Ibnul Qayyimit, thot se Ibn Taymije, pra Ibnul Qayyimi ka qenë nxënës i Sheikhul Islamit, Ibn Taymijes. Edhe tregon me një rast, thot, më ka bë nasihat, më ka këshillu Ibn Taymije, pra nxënësin e tij e ka këshillu në këtë formë. I ka thonë, mos e bë zemrën tënde si sfungjer, që thith çdo dyshim dhe çdo pretendim që i paraqitet. Pra, çka do që dëgjosh me e thith, sikur sfungjera e ke pa kur të lën ujë, nëse vetëm pak më njëherë e thith ujin, mos e bë, po i thot Ibn Taymije, Ibnul Qayyim, mos e bë veten zemrën tënde sikur se sfungjeri që me thith çdo dyshim. Por bëje zemrën tënde si xham i fortë, dyshimet kalojnë mbi sipërfaqen e tij, i sheh, i kupton, por nuk depërtojnë brenda. Me një fjalë, sikurse xhami që kur t'ja hull ujin e ke pa, e sheh ujin, mirë po nuk e lën me depërtu në brendësi. Pra vetëm rrshet edhe kalon. Domthonë në këtë formë kuptoj dyshimet, di ato se çfarë janë, po mos e lejo me zon vend zemrën tënde, pra me imunizimin të cilën ti ja bën vetes tënde në përgjithësi. Prandaj kjo është domosdoshmë shumë e rëndësishme për arsye se që thash pak më herët, mundet njeriu një dyshim me dëgju fillimisht si kuriozitet, pastaj ajo me kalu në hutim, pastaj edhe me zon vend në zemrën e tij, qoftë edhe për sahabët, edhe me kriju një lloj, me e dobësu atë respektin ndaj sahabëve në përgjithësi, me kalimin e kohës, duke pas ato dyshimet ka dalë se a ka ndodhur kjo, çfarë ky ka thonë, domthonë çato që ka përhapen apo mundesh me i dëgju aty këtu, edhe mundet me u vendos ky dyshim në zemër edhe me bë rraj në zemrën tonë. Prandaj shumë është e rëndësishme që dietarët për këtë shkak edhe në të kalumen, kur kanë fol, nuk janë thelluar në shtjellimin e këtyre dyshimeve për arsye se nuk ka qenë shumë e nevojshme. Vetëm në raste specifike kur janë detyruar i kanë shtjelluar edhe i kanë detajzuar. Mirë, po në masën e gjerë nuk kanë shpjeguar. Prandaj edhe kur kemi fol edhe në fillim, kur kanë fol njerëzit për historinë e sahabëve, nuk i kanë përmend këto gjëra, qoftë edhe ndoshta dikush e ka përmend shumë kalimthi apo pa kuptueshme në përgjithësi, dhe kjo ka qenë arsye se nuk kanë qenë nevojshme, edhe po tani unë për vete personalisht po e shoh domosdoshmë nevojshme që rinia shqiptare posaçërisht besimtar duhet me i kuptu edhe me i dit disa nga këto dyshime, për arsye se kur ballavaçohen me i dëgju ato nëpër media të ndryshme, me e dit për çfarë po flitet, që mos me zon vend në zemrat e tyre. Pra po vazhdojmë me i përmend ato dyshime një nga një, pra janë disa 4, 5 apo 6 parafërsisht, ta shohim do thotë në bazë kohës sa kemi kohë, edhe po i shtjellojmë edhe po ju përgjigjemi atyre dyshimeve. E para, dyshimi i parë është se, që tham në fillim, çështja e xhilafetit ishte faktikisht uzurpim i së drejtjes së Aliut radhiyallahu ta'ala anhu me qenë khalife. Me një fjalë, ajo që ka ndodhur në Saqifet Bani Saad, domthonë kur u zgjedh khalife edhe është propozuar nga Omeri khalife dhe ja ka dhënë besatimin. Pastaj kur ka dalë Ebu Bekri në xhamin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë filluar njerëzit me ia dhënë besatimin edhe faktikisht me unifiku karshi këtij personi, këtij personaliteti për khalife,
Thonë, kjo ka ndodhë, krejt ka qenë një lloj komploti kundër Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Kjo domthonë narrativa dhe interpretimi i tyre, krejt kjo ka qenë një lloj komploti për mos me lanë Aliun radhiyallahu ta'ala anhu me qenë khalife, për arsye se kjo ka qenë e drejtë, e qartë edhe e dishme të krejt muslimanët. Krejt sahabët e kanë ditë që Aliu ka me qenë mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, Ebu Bekri së bashku me klikën e tij, pra Omeri dhe të tjerët, po gjithashtu edhe ensarët ju kanë bashkangjitë, fillimisht kanë tentuar me kriju një lloj se konflikti ka qenë ndërmjet tyre në përgjithësi, se kush me marr këtë pushtet edhe kush me udhëheq edhe me marr këtë pozitë ndërmjet ensarëve dhe muhaxhirëve, pastaj janë bashku ata për mos me lanë Aliun radhiyallahu ta'ala anhu me kanë khalife muslimanëve. Kjo është pra interpretimi apo pretendimi i sektit të Shiave në përgjithësi, edhe faktikisht e përmendin edhe një thanje të Omerit radhiyallahu ta'ala anhu kur flet për Saqifet Bani Sa'd, ka thonë innama kanat bai'atu Abi Bekrin falta waqallahu sharraha, që nëse përkthejmë shqip, Omeri kur ka fol për këtë situatë që ka ndodhur në Bani Saqifa, ka thonë vërtet besatimi e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë një ngjarje e papritur, kur kush se ka planifikuar. Domthonë ka ndodhur pa planifikim. Edhe kanë thonë, pra e kanë keq interpretuar edhe kanë nxjerrë jashtë konteksti këtë fjalë të Omerit, edhe kanë thonë që vërtet kanë thonë që edhe vetë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu e ka pranuar se ka qenë gabim, që s'ka qenë e drejtë. A e keni parasysh kur ka thonë se ka qenë një ngjarje kur kush se ka prit mu zgjedh Ebu Bekri, me një fjalë ka ndodhur diçka që s'ka qenë, do thotë, e drejtë, s'ka qenë, po nuk ka qenë qëllimi e Omerit kjo, po ka thonë që është ka qenë një ndodhi e papritur, për arsye se nuk ka qenë e planifikuar mu zgjedh Ebu Bekri. Dhe në fakt nuk ka pas ndonjë planifikim nga askush. Deri në momentin kur janë mbledhur sahabët ensarët respektivisht në Saqifet Bani Sa'd, edhe aty është diskutuar edhe kanë ardhur idetë, edhe e keni parasysh që kemi shpjeguar ngjarjen ka ardhur, pra ka qenë diçka spontan, jo diçka e planifikuar nga askush. Kjo domosdoshmë ka qenë synimi. Piknisja e atyre të cilët pretendojnë se ka qenë paralajmërume apo zgjedhur çështja që mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka me qenë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, dhe sipas tyre këtë e kanë ditë sahabët në përgjithësi, krejt, edhe Abu Bekri, Omer, të gjithë sahabët, posaçërisht banorët e Medinës e kanë ditë, të gjithë kanë thonë. Kështu ka qenë. Prandaj edhe kemi thonë atje kur kanë shpjeguar, kanë thonë që krejt sahabët kanë dezertu, kanë dalë prej fesë, përveç 5 apo 6 sipas me dhebit shiit, që kanë thonë, këta kanë betë në të vërtetën. Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, pastaj Hudhejfe ibn Yaman, në disa transmetime ata e largojnë fare, Ammar ibn Yasir, Salman el Farisi, domthonë 3-4 vetë që i përmenin deri në 7 janë përmenë. Në disa hadithe janë vetëm, në disa transmetime të tyre janë 3, në disa tjera përmenin më shumë të 7, jo më shumë. Pra, për arsye se krejt ata e kanë ditë, po e kanë mbulu edhe e kanë bë zullum Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Ku është piknisja e tyre? Piknisja e tyre është një ngjarje që kemi shpjeguar në Haxhin Lam Tumirs, që është quajtur Ghadir Khum. Kështu e kemi quajtur, ndoshta keni harru kur e kemi shpjeguar, po du vetëm mbika gjana me e përmend ngjarjen, e keni parasysh. Po du me e shpjegun këtë vend për arsye se ndërlidhet shumë me këtë qasje të këtyre njerëz të këtyre njerëzve. Ajo është se keni parasysh kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se munis në Haxhin Lam Tumirs, në vitin e 10, çka e ka dërgu disa muaj më herët Khalid ibn Walidin ku në Yemen me ushtri. Dhe kur ka shku Khalidi atje, faktikisht ka pas një betejë, edhe në atë betejë kanë fituar muslimanët, edhe ka pas një prej e luftës.
një pasuri e luftës që kanë fitu, edhe i ka qu lajm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që me shku dikush edhe me nda atë pasurinë mesin e ushtarëve në përgjithësi. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon Aliun për me nda atë pasuri, po gjithashtu Aliu ka qenë i dërguar edhe për një e keni parasysh edhe si gjykatës me kanë Medinë në Yemen për një kohë caktuar. Edhe kur shkon Aliu radiallahu ta'ala anhu, ja cakton, ja ndan që ai me ba ndamjen, edhe e ndan Aliu, ju e keni parasysh pasurinë e luftës e ndan në 5 pjesë. Në 5 pjesë. Për arsye se el-Khumus, 1/5 i takon të kujt? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe familjes së tij. Dhe 4/5 tjera, domthon ja u kanë dhënë ushtarëve në bazë të asaj që dihet si ndat, ai që ka pas kali si është nda, ai që ka qenë do thotë vet, ai që e ka vrarë ushtarin, e keni parasysh këto i kemi shpjeguar edhe në betejën e Bedrit edhe në Uhud në përgjithësi. Kur e ka marrë që i bjen 20% që e ka da Aliu për pasuninë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej kësaj hise Aliu ka marrë diçka. E keni parasysh ka marrë diçka. Nga kjo hise e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se edhe Aliu i takon kujt? Ehl Beitit, familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka marrë diçka. E sahabët, disa të tjerë që kanë qenë me Khalid ibn Walidin, nuk ju ka doke drejt kjo. Pse me mba, për arsye se kjo ka qenë hisja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pse pa drejt ky me marrë do thotë diçka nga ajo hisja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe janë hidhru në Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe vazhdon ngjarja, pra kanë shku prej Yemenit janë nis në Hax, në Mekë. Edhe grupi ushtarëve, po gjithashtu edhe grupi Aliut Aliu që kanë do thot me grupin e vet. Edhe kur janë nis në Hax, Aliu gjithashtu vonohet pak edhe e cakton një emir të atij karavani, thot nisu ti ma heret, e unë ju bashkangjitën ma vonë për arsye se kishte mi kry do punë para se mu nis. Edhe gjatë nisjes ja dorëzon edhe qatë pjesën e hisës së Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me marrë me veti këta karavani që nis më herët. Edhe janë kanë disa deve të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka thonë që to deve mos hypni, kurkush mos hyp, e ka urdhruar atë emirin që mos me hyp kurkush. Për arsye se nuk janë tujat, janë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hypni devet e juja. Edhe kur janë nis ata, pas një kohe, ata e kanë shfrytzuar situatën dhe janë hyp. I kanë kaleru, domthon kanë hyp në deve dhe kanë utu në deve. Kur Aliu radhiyallahu ta'ala anhu ju është afru aty edhe i ka pa që kanë bë, është hidhru shumë. Për arsye se nuk e kanë çuar vend urdhrin e tij. Edhe i ka qortu, edhe ju ka bërtit, edhe ata në një formë e kanë di veten që padrejtësisht është sill Aliu radhiyallahu ta'ala anhu me ta. Edhe kanë krijuar një lloj armiqësie me të. E keni parasysh dy situata që është krijuar një lloj armiqësie me Aliun radhiyallahu ta'ala. Kur ka ardhur karavani te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Mekë, i kanë fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka vepruar kështu Aliu një herë, dy herë, mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka hap këtë temë. Pse nuk e ka hap këtë temë? Për arsye se në Hax ka pas shumë haxhiler që kanë marrë pjesë, apo 120.000 haxhiler, mos me bë çështje, nuk është marrë me këtë. Vetëm ka thonë që Aliu ka pas drejt, edhe që ka marrë prej hisës së asaj preje të luftë, për arsye se ka qenë pe Ehl Beitit, edhe këtë urdhë ka pas drejt. Edhe nuk e ka vazhdu tutje. Po ka mbet një lloj armiqësie, një lloj hatërmbetje ndërmjet Aliut dhe atyre sahabëve që nuk kanë qenë sahabe sikurse Ebu Bekri edhe të tjerët, jo, domthon sahabe gjenerata pak më treja. Edhe masi u kry haxhi, kur u kthy pej haxhit, rrugës gjatë kthimit, pra dita e 13 domthon Dhulhijhes janë nis në udhtim dhe udhimi prej Mekës në Medinë ndodh prafërsisht 10 ditë ose më shumë ose më pak aty. Dhe kur kanë mri në mes, me thonë 250 km larg prej Mekës ose 150 km larg prej Medinës, aty ka qenë një pus që e ka pas emrin Ghadir Khum. Edhe aty janë nalë me pushu. Sikur që ka qenë ajo tradita që gjatë ditës mu nalë me pushu, gjatë natës me udhtu për shkak të zhegut. Edhe kur janë nalë aty me pushu, edhe muslimanët të cilët kanë bë haxhin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të Yemenit janë nda
prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë vazhdu udhëtimin për arsye se janë nda rrugët, ata që kanë qenë Taifit, Mekës, vende ndryshme janë nda, edhe kryesisht janë mbet muslimanët e Medinës, që janë bashkë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë dalë sahabët edhe kanë bajt një fjalim edhe i ka qortu sahabët për këtë hatërmbetje dhe urrëtie që ja kanë pas kujt Aliut radiallahu ta'ala anhu. Edhe i ka thonë që Aliu ka pas të drejtë edhe e ka thonë një thanje që vërtet kush më ndon mu edhe atëherë duhet me dasht edhe Aliun radiallahu ta'ala anhu. Pastaj edhe në një transmetim ka ardhur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që në këtë dynja po ja u la dy gjëra, Kur'anin edhe Ehli Bejtin. Transmetimi Kur'ani dhe Suneti është transmetim tjetër që kapnu për to, punoni sipas tyre, është domthon transmetime tjera, nuk është përmend kët, po domthon ka thonë që duni me respektu Ehli Bejtin edhe me nderu ata, edhe ata kanë hise, do thotë edhe ajo që ka vepru Aliu radiallahu ta'ala ka qenë e drejtë, me një fjalë e ka sqaruar çat mos pajtim që ka ekzistuar në mesin e sahabeve edhe Aliut radiallahu ta'ala anhu. Dhe kjo është ngjarja. Pastaj kur është sqaruar kjo, kanë vazhduar udhëtimin dhe janë shkuar në Medinë. Sekti i Shiave, ç't ngjarje kemi përmend disa herë, e kanë bazohet pra në një ngjarje të vërtetë. Mirë po, janë shtu shumë gjëra edhe kanë bërë do thotë që ky ka qenë momenti kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shpall Aliun xhalife, që faktikisht ka të bëjë me këtë fare, madje sipas disa transmetimeve të tyre që nuk ka dyshim që janë të rrajshme, thonë që Allahu i Madhërisht e ka detyruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që këtë urdhër e ka pas në gjatë haxhit, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka guxuar me e thonë kët për shkak se është friksuar pe sahabeve, kështu theksojnë ata. Mirë po kur kam rrinë këtë vend, atëherë Xhibrili ka zbrit edhe me ajetin Balligh ma unzila alejk, domthon ajeti që ka thonë o i dërguar i Zotit, për cil atë çka po të shpallet ty, është fjala që me e caktu Aliun sipas komendit tyre, me caktu Aliun xhalife. Edhe kanë thonë që këtu ka zbrit ajeti el-yawma akmaltu lakum dinakum, jo në ditën e Arafatit që është dihet qartë, e keni parasysh. Po kanë thonë këtu ka zbrit për arsye se kur e ka sqaruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që Omeri Aliu radiallahu ta'ala anhu është xhalife, atëherë është plotsu feja, sipas tyre, sipas interpretimit. Mirë po këto transmetime dhe çka thuhet nga kjo, krejt janë do të transmetime të pa vlera edhe të pa drejta, edhe janë shumë të vëndshme që janë fut si transmetime nga gënjeshtarë të ndryshëm që janë mundu me e deviju kuptimin e kësaj ngjarje mirëfill. E keni parasysh? Për arsye se qartë në Ghadirul Khum është kjo ka ndodhur edhe s'ka ndodhur diçka tjetër. Për arsye se masi që janë kthy muslimanët në Medinë, edhe kur është diskutu Saqifat Bani Sa'ide, edhe kur është bë diskutim, kur kush nuk e ka potencuar këtë ngjarje, me thonë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë besatimin edhe e ka dhënë urdhrin që xhalife me qenë, kur kush se ka përmend këtë ngjarje. Kjo ka ndodhur shumë më vonë kur janë bë interpretime me qëllime do thotë të fraksioneve të ndryshme për me pretendu që xhalife ka qenë Ebu Bekri. Pra krejt është do thotë jashtë kontesti edhe nuk ka fare të bëj me atë që ata pretendojnë. Edhe kur as nuk transmetohet që Aliu radiallahu ta'ala ka pretendu edhe ka thonë që ma keni dhënë edhe keni heq dorë ose me kriju armiqësi fare. Kjo do të thotë nuk ka ndodhur kurrë. Ka vazhdu jeta do thot në Medinë pa ndodh asgjë dhe faktikisht ajo thania se ka ndodh uzurpim dhe këtë ka qenë komplot, të gjitha janë pretendime pa kur farë baze historike as reale. Kjo ishte dyshimi i parë, apo? Dyshimi i dytë që ata e përmenin është e keni në kohën e vitit 9, kur është bë haxhi, në vitin e 9, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka shteti Mekja është shliru në vitin e 8 në Ramazan, apo? Shlirimi i Mekës. Në vitin e 8 është bë haxhi, apo? Po s'ka marrë pjesë, shumë pak sahabe kanë marrë pjesë, ose domthon është bë haxhi, po
faktikisht edhe janë toleru edhe mushrikët e Mekës, mushrikët domthon kanë bë haxhin ashtu që kanë bë në mënyrën e tyre në përgjithësi, pra nuk ka pas ndonjë ndalesë. Edhe vitin e 9 e ka caktuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ebu Bekrin me udhëheq haxhilert apo edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam s'ka marr pjesë, kemi thënë për dy arsye. Arsyeja e parë, delegacionet që kanë ardhur vazhdimisht, edhe e dyta për shkak që në vitin e 9 gjithashtu kanë marrë pjesë edhe mushrikët që ende nuk e kishin pranuar Islamin, kanë marrë pjesë në haxh. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka dashur së bashku me ta me kry haxhin. Apo edhe ka caktuar Ebu Bekrin me udhëheq. Kur është nis Ebu Bekri, ja ka bashkangjit mas një kohë, domthon disa ditë, është nis edhe Aliu radhiyallahu ta'ala anhu me bë haxhin, pra ka ardhur masi që nis Ebu Bekri. Në këtë ngjarje ata thonë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka caktuar Ebu Bekrin, edhe është nis Ebu Bekri i ka ra pishmani. E keni parazysh, i ka ra pishmani që Ebu Bekri nuk është meritor, edhe ja ka bashkangjit Aliu që Aliu ka me udhëheq haxhilert e jo Ebu Bekri. Që kjo do mëon narrativa edhe interpretimi i shiav në lidhje me këtë ngjarje. Dhe kjo është do një aludim që Aliu është do thot ma meritor e jo Ebu Bekri. E keni parasysh? Çfarë ka ndodhur realisht, edhe këtë kemi shpjeguar te vendi, kemi thonë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka çu Ebu Bekrin, ai ka qenë udhëheqsi i haxhilerëve, emir ka qenë Ebu Bekri. Aliun e ka nis ma vonë për shkak që me i kanë zbrit ajetet e fillimit surës Bara'a, surës At-Tauba, që ka qenë një lloj proklamimi për mushrikët e si udhëheqës së Arabisë që do t'jetë viti i fundit i kryerjes së haxhit në atë formë, që do të ndalohet, do thotë me bë haxhin lakuriç, edhe rregullat e reja, po gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas marrëveshje të ndryshme me fise të ndryshme, edhe idhujtare për rreth Mekës apo në syudhesën e Arabisë në përgjithësi. Edhe më ju tregu atyre që me ata fise me të cilat ka marrëveshje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe do t'ju përfundoj afati, nuk ka, çush me thonë, përtrirjet marrëveshjes. A e keni parasysh? Po gjithashtu edhe me ata idhujtar me cilë ka marrëveshje, ajo vlen për 4 muaj. Apo kupton, mas 4 muaje do të skadohen të gjitha ato marrëveshje të cilat i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me to. To domon kanë zbrit ajete, domon fillimi i surës At-Tauba. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka caktuar Aliun që me e dërgu këtë lajm për arsye se Aliu ka qenë i familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë praktik e arabëve në përgjithësi që nëse dikush ka një marrëveshje me dikun dhe don me e rinegociu apo me e prish, atëherë duhet me kon dikush i familjes me bë atë, jo dikush i huaj. A keni parasysh? Edhe prandaj i është bashkangjit Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, edhe në fakt transmetohet me transmetime të sakta që kur e takon Ebu Bekri Aliun edhe e shet që ka ardhur, thot a je i caktum emir apo ma'mur? A ti do t'jesh udhëheqsi apo do t'jesh në udhëheqjen time? Edhe Aliu thot jo, në udhëheqjen tane. Pra nuk është caktuar Aliu udhëheq, po Ebu Bekri ka vazhdu me qenë udhëheq, mirë po Aliu e ka pas do thot këtë aspekt edhe këtë trajtim që ka qenë do thot me qenë proklamim rreth atyre idhujtarëve me cilë ka pas marrëveshje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj asesi këtu nuk ka uljet personalitetit të Ebu Bekrit edhe tendencë që shtojnë ata që me endru edhe me qit Aliun përpara, kjo nuk ka ndodhur, edhe e tëra është do thot pretendim i pabazë. Kjo ishte do thot dyshimi i dytë. Dyshimi i tretë apo çka ndodh apo çka ata e përmendin është pak ma komplekse, me thonë kushtimisht, ka të bëjë me trashëgiminë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ajo që i ka taku sipas pretendimit të tyre Fatimes, vajzës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E keni parasysh, e kemi përmend në hadith që para se me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas sa 6 dinar në shtëpi. Edhe që i ka thonë Aishës,
shpërndaj ato dhe ka insistu derisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas pasuri personale. Edhe këto pasuri që i ka nalë për Jemenit edhe vende ndryshme, i ka menaxhuar dhe ja u ka shpërndat atyre nevojtarëve, familjes vet, nevojtarëve, kur gjus kalon për veti si pasuni do thotë personale. Të gjitha i ka shpërndat. A keni parasysh? Kur ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, 3 pasuni kanë qenë që me thonë kanë pas rrjedhje edhe gjatë kohës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Rrjedhje është fjala domon kanë pru si vakufe kanë qenë. Ato kanë qenë një pasuri njihise në Khajber. E keni parasysh një pasuri e madhe ju ka ardhur muslimanëve në Khajber apo kopshtet e baqet një hise të asaj ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një hise ka qenë El Fedek, i thonë në gjuhën arabe, ka qenë një vendbanim afër e kemi përmendur edhe këtë afër Khajberit, që kur ka bë marrëveshje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me banorët e Khajberit, edhe ata kanë thonë të njëjtën marrëveshje po dojmë me bë edhe na. Domthonjë aty bile ajo ka qenë një lloj dorëzimi pa kur far intervenimi nga anë, domthonjë ka qenë e papritur për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj ajo ka mbet e tëra ka qenë fej, i thonë në gjuhën arabe, ka qenë një pre apo një pasuri që i ka mbet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ai e ka posedu atë. Pra, një hise Khajberit, ajo pasuria e Fedekut, domthonjë që ti vendbanimi, edhe një hise e Beni Nadirit, domthonjë këta çifutët që kanë qenë në Medine, që kur janë dëbu, ka qenë një pasuni që kanë lënë prej asaj, do thotë disa bashkë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka poseduar edhe ato. Çto trija i kanë që i ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe prej saj ju ka dhënë edhe familjes vet, do thotë ehli bejtit në përgjithësi, po gjithashtu ju ka dhënë edhe të varfërve, nevojtarve, pra e ka menaxhuar ardhurat nga këto tokat, ju ka dhënë atyre njerëzve të cilët kanë nevojë. Nuk e ka marr për vete vetëm atë sa ka nevojë për me jetu. Edhe masi që ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Fatimeja, vajza Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, vjen te Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu edhe i thot, po du hisen teme trashëgimis. Për arsye se është vajza e baba i ka dek, edhe tash kur des baba, vajza sa ka hise? Nëse është vetëm vajzë, domthonë nëse është nuk ka djem, i takon gjysma hises. Nëse s'ka djem. A keni parasysh? Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas djem, edhe vajza tjera kanë vdek, ka qenë e vetmja, edhe i ka taku gjysma e kësaj. Domthonë nëse këshyr me trashëgimi. Këta e ka kërku. Pra hise tjera ju ka taku grave të Muhamedit sallallahu pjesa tjetër, domthonë gjysma tjetër ju ka taku grave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe agjes së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kujt? Abbasit. Kush ka qenë agje? Domthonë çështu duhet mu da trashëgimia e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po Ebu Bekri kur i vjen Fatimea, pejgamberi Ebu Bekri thot, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka thonë që nahnu ma'ashira al-anbiya, na pejgamberët nuk lajm trashëgimtarve trashëgimi. Domthonë nuk ju dajmë trashëgimtarve ton trashëgimi. Dhe ky hadith është i saktë, është në Buhari, ka shumë transmetime, madje çka është do thotë mas interesante, ky hadith transmetohet edhe në librat e Shiave. Domthonë në koleksionet e Shiave përmendet që pejgamberët nuk i trashëgojnë pasardhësit. A keni parasysh? Edhe Ebu Bekri thot, pra parimi e Ebu Bekrit ka qenë shumë i qartë, ka thonë nuk meriton ty me ta dhënë këtë trashëgimi, për arsye se pejgamberët nuk kanë lënë trashëgimtar. Domthonë nuk kanë lënë domthonë pasuni që trashëgohet, ajo që e lajnë ata është vakuf. A keni parasysh? Lihet edhe shfrytëzohet nga muslimanët, edhe dobia e saj shfrytëzohet, edhe ashtu lihet. Edhe ashtu e ka lënë Ebu Bekri radiallahu ta'ala. Fatimeja thuhet në disa transmetime sakta që kur ja ka komuniku këtë Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, është pajtu edhe e ka lanë këtë. Në disa transmetime që nuk janë nivele shumë larta, thuhet që është idhnu. A e keni parasysh? Është idhnu pse s'pja jep hisen se i ka taku. A e keni parasysh?
Thuhet në disa elaborime që nga ky edhnim edhe si ka fol mu Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu Fatimia. Për arsye se ajo ka jetu sa mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 6 muaj, disa transmetime thuhet edhe ma pak. Po 6 muaj. Edhe thuhet në disa transmetime që nuk i ka fol për shkak të edhnimit. A keni parasysh? E tash. Këtë ngjarje posaçërisht grupacioni i Shiave e bojnë domosht shumë të madhe, e bojnë domosht e glorifikojnë që i ka bë zullum me një fjalë Fatimes radiallahu ta'ala anha, nuk ja ka dhënë hisën që i ka taku e kështu me radhë, pra bëhet një lloj propagandimi kundër Ebu Bekrit që ka qenë zullumçar edhe u mundu me e shtyp familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe forma të ndryshme, mirë po të gjitha janë do thotë pretendime se dhe nuk kanë kur farbaze. Ajo që ka vepru Ebu Bekri ka qenë do thotë e drejtë për arsye se vërtetohet që edhe masi që ka ndru jetë Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu ka qenë khalife kush Omeri. Nuk vërtetohet që për shembull Aliu radiallahu ta'ala anhu ose dikush prej pasarzëve të Fatimes, ju e keni parasysh nëse një njeri ka pasuni edhe ai vdes edhe evlatët e tij për shembull nuk e gëzojnë ata, kanë të drejtë me lyp nipat. Për arsye se është pasuri e tyre. Pra nuk vërtetohet që fëmijët e Fatimes pastaj e kanë lyp prej Omerit ose prej Othmanit ose edhe prej vet Aliut radiallahu ta'ala anhu atëhise. Po të ishte diçka që e ka bë Ebu Bekri vetvetiu, atëherë do të, për shembull kur do të vinte khalife kush Aliu radiallahu ta'ala anhu, atëherë do t'ju shpërndante Aliu, apo? Po s'ka ndodhur kjo. Për arsye se faktikisht praktika e Ebu Bekrit ka qenë e drejta. Edhe kërkesa ka qenë rrethon situatë e caktuar, ka mendu Fatimia që është haku i saj, mirë po është vërtetuar që s'është haku i saj edhe ka marrë fund kjo, nuk ka vazhduar tutje. Për çata vërtetohet që këto 3 vakufe në kohën e Ebu Bekrit ai i ka menaxhu, pra domthon të ardhurat e tyre ja u ka shpërnda, çashtu që i ka shpërnda pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, familjes së Ehl Beitit ju ka dhënë edhe vërtetohet shumë qartë, ju ka dhënë sa kanë nevojë, po gjithashtu i ka shpërnda edhe të varfërve, çashtu që ka vepruar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Kur ka ardhur khalife Omeri, kanë ardhur te Omeri kush? Aliu edhe Abasi. Aliu, djali i axhës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, Abasi, axha e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kanë ardhur tek pejgamberi tek Omeri edhe i kanë thonë ana neve drejtën e menaxhimit, jo trashëgimin. Për arsye se tjetër është me trashëgu, tjetër është me marr menaxhimin e një pasurie që e ka lënë për shembull dikush vakuf. A e keni parasysh? Edhe Omeri pranon edhe ja u jep me menaxhu. Edhe thuhet që gjatë menaxhimit ka ndodhur një lloj mospajtimin mes mes Aliut edhe Omerit, Aliut edhe Abbasit, edhe për këtë shkak prap Omeri e tërhek. Domthon menaxhimin thot për shkak të mospajtimi, edhe ja u merr prap edhe e fut në menaxhimin e domthon halifes. Edhe vazhdon me menaxhu sikur që ka menaxhu Ebu Bekri radiallahu ta'ala. Kur ka vdek Abasi, axha e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kur vjen Aliu m'ia kërku Omerit që unë do ta menaxhoj, ja jap Omeri Aliut radiallahu ta'ala anhu, edhe Aliu menaxhon me këto 3 pasuni, pra menaxhim e kam fjalën jo që e ka trashëgu, po të ardhurat i ka shpërnda ashtu që i ka shpërnda pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pas Aliut, masi që ka vdek Aliu, me këtë ka menaxhu kush? Hasani, pra nipi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj ka menaxhu Huseni, masi që ka vdek Hasani, e kështu me radhë pra ka vazhduar në familjen e Aliut radiallahu ta'ala anhu menaxhimi i kësaj, e jo posedimi i kësaj do thotë trashëgimie nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj themi që ajo që ka pretendohet është vetëm një lloj tentimi që me kriju një lloj acarimi apo një lloj konflikti që ka ndodhur shumë, sikurse ka ndodhur një konflikt shumë i madh mes Fatimes dhe Ebu Bekrit, që faktikisht ka qenë një situatë rrethon e caktuar që o zgjidh edhe o tejkalu. Pastaj prej gjërave, ky është dyshimi i tretë. Dyshimi i katërt,
çka e akuzojnë Ebu Bekrin është se thojnë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se me ndru jetë çka ka bë, e ka përgatit ushtrinë në udhëheqjen e Usame bin Zeidit, apo? E ka përgatit një ushtri, apo? Edhe thot kur ka vdek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në këtë ushtri ka qenë i parapam me qenë edhe Ebu Bekri. Mirë, po kur ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Ebu Bekri është tërheq edhe nuk ka shku me ta. Që faktikisht kjo nuk është domthonë e saktë. E sakta është që Ebu Bekri nuk ka qenë në ushtrinë e Usame ibn Zeidit. Për arsye se Ebu Bekri e kemi përmend që ka qenë në Medinë vazhdimisht, e ka fal namazin, e ka zaventsu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe nuk ka qenë pjesëtar. Ushtria e Usame ibn Zeidit ka ndalë pej Medinës dhe kanë qenë jashtë stacionuar, apo? Nuk është nis për shkak të rrethanave dhe situatës, po çka ka ndodhur, pra Ebu Bekri ka qenë, do thotë, nuk ka qenë pjesëtar e asaj ushtrie. Edhe kur është saktu halife vepër punën e parë që e ka bë, ka qenë e ka nis këtë ushtri, po vetë s'ka marrë pjesë për arsye se nuk ka qenë pjesëtar e asaj ushtrie. Po ka kërkuar prej Usame ibn Zeidit me liru kon Omerin radiallahu ta'ala anhu, që ka qenë pjesëtar e asaj ushtrie, se ka thonë vyn këtu me najt Medinë me mu. Edhe pranon Usameja dhe ja lën Omeri me qëndru në Medinë. Prandaj edhe kjo është vetëm një akuzë e pa bazë edhe një thanje do thot e pa qëndrueshme. E pesta është se në disa transmetime thuhet që është vonu besatimi i Aliut edhe Zubair ibn Awamit për khilafetin e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Bile, në disa thonë që është vonu 6 muaj. E keni parasysh? Pra masi që është shpall khalife Ebu Bekri, ja kanë dhënë besatimin Aliu, nuk ja ka dhënë besatimin 6 muaj. Pra është vonu. Që thonë ky 6 muaj aludon që Aliu radiallahu ta'ala anhu nuk ka qenë i kënaqur edhe i pajtuar me këtë çau bë. Apo? Edhe ky transmetim, për me qenë korrekt, Aisha e përcjell se pra nuk ja ka dhënë besatimin 6 muaj, mirë po kemi transmetime nga Bejhekiu dhe transmetime të tjera të sakta që Aliu radiallahu ta'ala ja ka dhënë besatimin në ditën e nesërme Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Për arsye se keni parasysh në Saqifat Bani Saide ja kanë dhënë besatimit ata ensar që kanë qenë aty, edhe Omeri edhe kush Ebu Ubejde, apo? Këta kanë qenë që ja kanë dhënë besatim. Edhe kur nesërmen, kur ka dalë në xhami, ja kanë dhënë ata, domthon xhamati i xhamis, do thotë sahabët që kanë qenë në xhami, ja kanë dhënë besatimin, edhe Abu Bekri e ka pa që nuk është në mesin e tyre kush Aliu edhe Zubair ibn Awami. Për arsye se kemi thonë që këta kanë qenë angazhuar me punët e varrimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe i ka thirr dyt, edhe Aliun edhe i ka thonë çka është, do thotë edhe Aliu do thotë e pranon edhe ja jep besatimin, dhe kjo është do thotë transmetimi i saktë. Edhe Zubair ibn Awami, kush ka qenë Zubair ibn Awami? Ka qenë i afërt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, djali i kujt? Djali i hallës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po një ashtu ka qenë i martuar edhe me vajzën e Abu Bekrit, pra Esman. Edhe ai me vonesja jap besatimin, po krejt që ka mundet më thonë nga kjo rrethon dhe nga kjo situatë është që ata faktikisht nuk kanë qenë të informuar nga ngjarja që ka ndodhur, edhe pasi që e kanë kuptuar, pastaj ju kanë bashkangjit edhe kanë bërë besatim dhe nuk kanë ndodhur kurrë konflikti ashtu siç pretendohet që nxitet prej disa njerëzve në përgjithësi. Edhe dyshimi i fundit thonë që Ebu Bekri i ka luftu musliman që kanë mohu dhënien e zakatit. E keni parasysh, ka thonë që qysh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që nëse muslimanët e dëshmojnë shahadetin, edhe thonë la ilaha illallah asamu minni, domethënë janë të falun prej luftës, edhe gjaku i tyre do thotë është i shenjtë. Qysh Ebu Bekri mi luftu këta kur janë konë musliman, e kanë pranuar islamin, kanë pranuar namazin, po kanë refuzuar me dhënë vetëm zakatin. Apo kjo është domosdoshmë një dyshim që nxisën, e sakta është që
kjo ka qenë një zgjedhje e Abu Bekrit dhe ka qenë një prej zgjedhjeve më të drejta në historinë islame në përgjithësi, për arsye se ata nuk është që kanë refuzu apo nuk kanë thonë që rituali apo obligimi i dhënies zakatit ka vleftë vetëm kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, masi që vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo nuk është e vlefshme më. Domethënë, me një fjalë kanë mohu kanë refuzu një të vërtet edhe një shtyllë për shtyllave të islamit, jo vetëm mos me praktiku, po domethënë që me e largu prej fesë në përgjithësi, prandaj edhe Abu Bekri i ka luftu, edhe kjo ka qenë një prej zgjedhjeve më të drejta, për cilën inshallah do të flasim javën e ardhshme. Pra këto ishin disa nga dyshimet të cilat përmenden në lidhje me Abu Bekrin, jemi mundu me i trajtu edhe me i shpjegu, inshallah kanë qenë të kuptueshme. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu nderoft.